Se po takohemi këto në 60 minuta. Profesori i shkencave politike, Zoti Basri Muja, do t'jetë pas pak i ftuar në studio me cilin do të flasim për zhvillimet e fundit politike. Me Mujën fillimisht do të flasim për protestën e sot me cila ka mbledhur qindra protestues në Tiranë në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-s, të cilët po gjykohen pranë dhomave të specializuara. Më pas do të flasim edhe për formimin e qeverisë në kohën kur qeverisi kanë mbetur vetëm edhe 10 ditë që të paraqes kabinetin qeveritar para kuvendit. Apo shkojmë drejt formimit të qeverisë, apo më shumë drejt zgjedhjeve dhe se si rezultati i zgjedhjeve lokale mund të ketë impakt ose ndikim në bashkëpunim ose një koalicion të mundshëm në nivel qendror. Të gjitha këto i diskutojmë pas pak, por si zakonisht në fillim ju sjellim zhvillimet kryesore të ditës. Në 24 komuna përfundon procesi i verifikimit dhe numërimit të votave. Pas dite pritet të nisë numërimi i votave të diasporës. Burri therr me 3 bashortën dhe vajzën e mitur në Prizren. Policia viktimat i gjeti, njërën në rrugë e tjetrën të plagosur brenda ndërtesës. Arrestohet i dyshuari. Qytetarë nga Kosova e vendet të rajonit i bashkuan protestës në Tiranë. Kërkohet drejtësi për krerët e UÇK-s që po gjykohen në Hag. Zelenski pritet të takojë presidentin amerikan në Washington, teksa Trumpi nuk dihet nëse do t'ja jap Ukrainës raketa Tomahawk. Në 24 komuna ka përfunduar procesi i verifikimit të numërimit të votave për kryetar komunash e asamblej komunale. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Rezi ka bërë të ditur se deri në orën 10 janë verifikuar 1903 vendvotime nga zgjedhjet për kryetar të komunave e po ashtu 1882 vendvotime për subjektet politike nga zgjedhjet për kuvende komunale. KQZ-ja bëri të ditur se nga po këto 1882 vendvotime janë numëruar votat e kandidatëve për kuvendet komunale. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se sot në orën 18 do të nisë numërimi i votave me postë për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Numërimi do të bëhet në qendrën e numërimit të rezultateve. Sa u përket këtyre votave, Elezi ka thënë se deri në orën 10 së paraditës këtë të premte janë vlerësuar mbi 33.000 pako të ardhura me postë, prej të cilave janë aprovuar mbi 29.000, ndërsa janë refuzuar rreth 3.900 pako. Edicionin e vazhdojmë me informacionet të tjera, ku një burr nga Prizreni dyshohet se ka therrur me shik bashortën dhe vajzën e mbitur mbrëm pas mesnatës. Si pasojë e lëndimeve të marra, të 2 viktimat janë në gjendje të rëndë dhe po marrin trajtim në mjekimin intenziv qendror në spitalin e përgjithshëm të Prizrenit. Shefi i emergjencës në këtë spital, Hekuran Veçgishti, ka bërë të ditur se 2 viktimat kanë pasur plagë në pjesë të ndryshme të trupit. Sipas prokurorisë themelore të Prizrenit, gjatë intervenimit të policisë së Kosovës në hyrje të banesës ku ka ndodhur rasti, është identifikuar dhe arrestuar i pandehuri, i cili është shoqëruar në stacionin policor për procedura të mëtejme. Ndërkohë, sipas detajeve të dhëna nga policia e Kosovës, patrulla policore kur ka arritur në vendin e ngjarjes ka hasur në bashortën e të dyshuarit, e cila ndodhej në rrugë me lëndime trupore dhe gjakderdhje të shkaktuara nga thika. Ndërkohë, vajza mitur sipas policisë është gjetur në katin e fundit të ndërtesës e plagosur. Prokurori kujdestar ka lëshuar akt vendim për ndalimin e të pandehurit në kozgjatje prej 48 orësh për shkak të dyshimit të bazuar se i njëjti ka kryer veprën penale, vrasje rënd në tentativë dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve. Me 13 burgim është dënuar i pandehuri me inicialet KS për sulm seksual dhe keshpërdorim të seksual të personave nën moshën 16 vjeçe. Departamenti për të mitur në gjykatën themelore në Ferizaj e shpalli fajtor të pandehurin dhe për veprën penale në vazhdim sulm seksual, të cilit i shqiptoi 10 burgim, kurse për keshpërdorim seksual atij i është shqiptuar 4 vjet. Me dënim unik i u shqiptua dënimi prej 13 vjetësh. Sipas aktakuzës, ai akuzohet se në periudha të ndryshme kohore gjatë viteve 2012-2013 dhe 2018-2022 ka ushtruar veprime të ndaluara seksuale ndaj 2 të miturave të moshës 12 dhe 14 vjeçare nga i njëjti lokalitet, duke shfrytzuar rrethana të ndryshme dhe moshën e tyre të mitur.
Do të flasim tani për Tiranën, pasi protestues nga qytete të ndryshme të Kosovës e vendeve të rajonit kanë udhëtuar sot në protestën e cila pritet të nisë në këto momente në sheshin Skënderbeu në Tiranë. Kjo protestë do të mbahet në mbështetje të ish udhëheqësve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen në Hag si të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Mbi 60 autobus me protestues nga Kosova kanë udhëtuar sot drejt Tiranës, ku në orën 17 në sheshin Skënderbeu pritet të nisë protesta thirrur nga organizata e veteranëve. E për 24 orë nuk do të ketë pagesë në rrugën e Kombit, derisa kjo është protesta e tretë me radhë në kërkim të drejtësisë ndaj të akuzuarve pranë dhomave të specializuara. Një protestë e tillë ishte organizuar edhe në Prishtinë e po ashtu edhe para gjykatës speciale në Hag. Ndjekim disa prej deklarimeve të qytetarëve të cilët sot u thuan për në protestën që pritet të nisë brenda pak minutash. Pres që kjo protestë ta dërgoj zërin atij që duhet në veshët e drejtësisë ndërkombëtare, sepse kulmi i padrejtësive në Hag është arritur tashmë. Uroj që kjo protestë jetë e fundit, krejt të ushtrisë të Kosovës kthehen në Kosovë si triumfator. Mesazhi jem edhe gjithë këty në emën të këty në flas sa më shpejt më liruhet pafajshmit. Normalisht protesta jon ka për synim dhe qëllim që të përçoj mesazhin se çlirimtarët që po mbahen në Hag po mbahen padrejtësisht. Po shkojmë në mënyrë paqësore me protestu, jo në mënyrë tjetër, po mënyrën paqësore, mënyrën më të mirën të organizuar po shkojmë në Tiranë. Ne kanë marrë presidentin, ne kanë marrë krye parlamentarin, ne kanë marrë njerëzit më të shajtë janë, pa pikë foj. Edhe na rrim e duan xhepa. Çlirimtarët tonë po marrin padrejtësisht. Edhe këtë populli shqiptar në mbar bota e din që ushtria shqiptare nuk ka bërë krime, as nuk është kriminale. Kriminale është Serbia dhe bashkëpunëtorët e tyre. Po në është shumë të rëndësishme, sa ata njerëz nuk e meritojnë që vujnë atje dënimin. Besoj që kjo protestë do ta çojë alarmin për lirimin e tyre të jenë të pafajshëm. Do të flasim tani për një protestë tjetër, por këtu në Prishtinë, ku ish punëtorët e gazetës Rilindja nëpërmjet protestës kërkuan drejtësi për pjesën që u takon nga pasuria e ndërmarrjes ku punuan dikur. Përfaqësues të tyre thanë se pavarësisht premtimeve dhe fondeve të ndara nga qeveria, një pjesë e mjeteve nuk u është shpërndar asnjëherë. Ata akuzuan institucionet për mosveprim edhe ndaj uzurpatorëve të pronave të Rilindjes. Më shumë se 30 ish punëtorë të Rilindjes protestuan para objektit të Agjencisë së Kosovës për privatizim, nga i cili institucion kërkuan ndarjen e 20% për njësitë e ndërmarrjes shoqërore që janë shpronësuar. Përfaqësuesi i ish punëtorëve Besem Kajtazi tha se shumë nga kolegët e tij kanë vdekur pa e realizuar të drejtën që e garanton ligji. 4 vite më parë, pas presionit publik dhe protestave të shumta, qeveria derdhi 3.3 milion euro në orkën e AKP-s, të destinuara për pagesën e pjesës e tyre 20%. AKP-ja me vonesë dhe pa transparencë plot shpërndoi një pjesë të mjeteve, por 1.5 milion euro mbetën të paprekura. Deri më sot nuk ka një arsyetim bindës për këto mjete, pse këto mjete nuk janë shpërndar. Edhe pse qëllimi i tyre ishte i qartë, kompenzimi i punëtorëve. Ndërtesa kryesore ku ka pasur zyrat gazeta Rilindja edhe shtyp shkronja kanë kaluar në pronësi të qeverisë. Kajtazi kritikoi AKP-n për ndërrimin e statusit të pronës, pa përfshirë ish punëtorët që kanë qenë hisedar të tij. Ai akuzoi institucionet edhe për mosveprim pas uzurpimit të një prone të Rilindjes përballë AKP-s, institucion ky që menaxhon me pronën shoqërore. Krahas kësaj tha se nuk dihet se çfarë është bërë edhe me pronat jashtë Kosovës. Gazeta Rilindja krahas pasurisë në Kosovë kishte prona edhe në Zvicër, në Tiranë. Në Zvicër është duke pa nënxhuar, ndërsa prona në Tiranë është uzurpuar e për fat të keq uzurpuesit janë nga Kosova. Një përfaqësues i uzurpatorëve, dikur edhe si një departamenti këtu në AKP, pati thënë se pronën tonë në Tiranë u ka dhënë qeveria, por nuk pati saktuar cila. Nëse është kështu, atëherë ne të gazetës e duan 20% e asaj prone që ndodhet në qendër të Tiranës. Kajtazi tha se në protest nuk kanë mundur të dalin shumë hisedar të ndërmarrjes shoqërore që tani janë në moshë e me probleme shëndetësore, por theksoi se kërkesa për 20% është nënshkruar nga më shumë se 600 ish punëtor. Gazeta Rilindja nisi të botohet në shkurt të 1945 në Prizren, e 3 vjet më vonë u zhvendos në Prishtinë.
Në vitin 1990, Serbia e mbylli, por pas rihapjes në vitin 1999 nuk mundi të mbjetoj. Pas luftës të gjitha pronat e saj mori në menaxhim AKM-ja, që është pararendëse e AKP-s.